Kush e don më shumë Firajën se Imria? Kjo që don, se besoj se kush e don më shumë se ajo. Shëndesim me Firajën, pak nga frymëzimet e juaja që keni. Le përshëndesim, shihemi diçka të re. Firaja. Dielli, gazetimi i diellit. Ngroheni pak me diell. Një mëngjes i hershëm me diell, Miniri vazhdon punën e tij. Puna e tij aktiv. Miniri është gazetar, a më njeh më? Hajde këta edhe. Kjo është Firaja, e kuptoni? Pa nëse nuk e kuptoni, mos falni. Falni. Pra qeni mëllë që kam mjellë dy kurmati. Kjo nuk është e vjetër, kjo është vendore. Kjo është vendore, kjo është në Firajë. Ma shumë njëpë se s'kama për ju, mi thamë. Pra kalën i mje, ditë bukur. Gjes ka vendore, më ngjesi me vendore. Dhe kjo që kam shprehur shpesh dhe tham, një mollë që është hangur nga çështë edhe nga anë, nuk flas mund këtë smundja. Mund nuk pala smundja. Afrohemi te koçaki pula, koçaki imja mirë për pula, imja lumja. Janë nga shembuj më të mirë të frymëzimit të juaj si jetohet në Firajë. Unë ja bëj një pyetje. Koçaki qeli derën, shkaku nuk di, imja i qel pak ma vonë, ka frikë se mund sulmohen nga rrepna diçka tjetër. Në ditën kur bëhet ma vonë, rrepna frikohet. Kja koçaki pulat. Imja vazhdon me jetën Firajë. Imria ka dashuri me pula, me maca, me gjithçka. Ajo pjesë e jetës saj, që janë të dashurinë e vetme që është komunë, që ka qenë për macat. Imria dhe jeta e saj me maca. Ka Firajë, Imria dhe dashuria e saj me macat. Ka burri i lumës të imës dhe ja, si është ka qenë menaxhimi dhe shoni. Top kja hajmë banesën time natë, është një banesë ime që nuk mund të shihet. Pak më para